Presidenti Amerikan Donald Trump do të presë sot në Washington liderët nga 20 vende të ndryshme të botës për themelimin zyrtar të Bordit të Paqes, një strukturë e përhershme ndërkombëtare për menaxhimin e krizave dhe zgjidhjen e konflikteve. Mes vendeve që marrin pjesë është edhe Shqipëria me një delegacion që kryesohet nga kryeministri Edi Rama. Shefi i qeverisë shoqërohet nga ministri për qeverisjen lokale Ervin Demo dhe drejtuesja e shërbimit informativ Lora Hyseni. Parlamenti shqiptar ishte ndër të parët që miratoi marrëveshjen për aderimin në Bordin e Paqes dhe kryeministri ka sqaruar më herët se Shqipëria nuk do të kontribuojë në para për të antarësuar apo për të qëndruar si antare e përhershme e kësaj organizate. Pjesë e takimit të Bordit të Paqes do të jetë edhe Kosova, që do të përfaqësohet nga presidentja Vjosa Osmani. Aleatët kryesor të Washingtonit në lindjen e mesme, të cilët kanë luajtur një rol edhe në marrëveshjen e paqes mes Izraelit dhe Hamasit, janë bashkuar, ndërsa shumica e aleatëve evropian kanë refuzuar të bëhen pjesë. Agjenda e takimit të sotëm, që pritet të nisë në orën 10 sipas orës lokale, ka në fokus mbledhjen e fondeve për rindërtimin e Gazës. Presidenti Trump ka thënë më herët se vendet anëtare kanë premtuar rreth 5 miliard dollar. Të tjera vende që nuk do të paguajnë para, mes të cilave është edhe vendi ynë, janë angazhuar për të dërguar personel në forcën ndërkombëtare të stabilizimit për të ruajtur sigurinë dhe paqen për banorët e Gazës. Ndër folësit në këtë aktivitet pritet të jetë vetë presidenti Trump, sekretari i shtetit Marco Rubio, të dërguarit e SBA Steve Witkoff dhe Jared Kushner, ish kryeministri britanik Tony Blair, i cili pritet të ketë një rol të lartë në bord, ambasadori i Shtetet e Bashkuara në OKB Mike Waltz dhe përfaqësuesi i lartë për Gazën Nikolaj Mladenov dhe të tjerë. Bordi i Paqes u formua fillimisht për përfundimin e luftës mes Izraelit dhe Hamasit, ndërsa më vonë presidenti amerikan tha se ai do të shtrihet edhe më tej në konflikte të tjera ndërkombëtare.